A i ke thënë nënës tënde, gruas tënde, motrës tënde, faleminderit nëna ime, gruaja ime, motra ime, që e përgatit sofrën e iftarit. Kur ti e bën ndonjë punë, ke dëshirë prej brendësisë tënde dikush të të thotë faleminderit. Është normale. Dhe çdo njeri e ka këtë ndjenjë, që kur e bën një punë ti thot dikush faleminderit. A i ke thënë nënës tënde, gruas tënde, motrës tënde, faleminderit nëna ime, gruaja ime, motra ime, që e përgatit sofrën e iftarit. A je rob falemderues karshi familjes tënde. Dije shumë mirë, se nëse ti e falemderon dhe je mirënjohës karshi gruas tënde, karshi nënës tënde dhe motrës tënde, që ta përgatit iftarin duke qenë agjërueshëm, ta përgatit iftarin tënd, që ta kesh sofrën e iftarit sa më të begat dhe sa më të shishme. Kur i thua ti falemder, vetëm motivin i ashton. Bëhu mirënjohës ndaj karshi nënës tënde, motrës tënde, familjes tënde që të ndihmon që ti ta kesh sofrën e iftarit sa më të begat. Por edhe për gjithë punët tjera, bëhu rob falemderues. Dije se kur ti je rob falemderues karshi familjes tënde, atyre u ashton fuqishëm motivin që ata edhe më tepër të bëjnë mirë karshi teje, edhe më tepër të shtojnë bamirësinë përballë teje. Andaj kur ti je falemderues, asgjë nuk humb. Kur ti buzëqesh në fytyrën e atyre të cilët janë në shërbimin tënd, dije se atyre ju jep një motiv shtesë që ata t'jenë edhe më të përgatitur përballë teje. Andaj, bëhu ai i cili do të jesh gjithmonë falemderues përballë familjes tënde dhe asesi mos u boj arrogant, sepse arrogantin nuk e don as familja, nuk e don as Allahu Azza wa Jall.